Me historinë e shpalljes kërkim në ngratës, çfarë vendos sërish nuk është Maqedoni e Veriut apo jo? Nga informacione. Ai nuk është në Maqedoni të Veriut, jo oficialisht. Një herë kemi pasur një deklaratë të kryetarit Alia Ahmeti, i cili ka thënë se gjendet diku në trojet shqiptare. Kjo lën për të kuptuar cilët janë ato troje shqiptare. Apo aludon në Shqipëri, apo aludon në Kosovë, apo po aludon edhe në një pjesë të Malit të Zi ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët. Çka shpejketja? Sepse ende nuk kemi asnjë distancim nga asnjë zyrtar i Bashkimit Demokratik për Integrim, nga Artan Grupi dhe nga politikat e tij destruktive. Gjë e cila çoi deri në shpalljen e tij persona non grata dhe futjen në listë të zezë dhe ngritjen e procedurave hetimore ndaj tij për keqpërdorime që ka bërë. E kuptoj. Jo ndjes, përfundoni po. Ne ende po përballohemi me një strukturë të vjetër të BDI-s ku në grupin parlamentar në kuvend ne kemi figura të vjetra të cilët kanë dalë në skenën politike që nga viti 2001. Janë figura të konsumuara, janë figura të harxhuara, janë figura me emrat e të cilëve lidhen me shumë afera të dyshimta dhe korruptive. Dhe normalisht se një bashkëpunim i tillë me një strukturë të tillë që ende nuk distancohet, për kohën thirrët në vetink, unë mendoj se do të ishte i palogjikshëm. Ndërkohë, duke ndalur pak tek me që përmendet troja shqiptare, ka pasur akuza nga Kosova për Albin Kurtin, për ndërhyrje, për kërkim votash, si është e vërteta e asaj çfarë ka ndodhur mes Kosovës dhe Maqedonisë Veriut? Shikoni, Maqedonia e Veriut, me thënë, ne shqiptarët që jetojmë në Maqedoninë e Veriut, kemi një lidhje të ngushtë, po edhe familjare me shqiptarët e Kosovës. Shumë se me shqiptarët e Shqipërisë, është e vërtet, po. Është e vërtet, po. Dhe Albin Kurti si një figurë politike gëzon një autoritet dhe një simpati shumë të madhe në Maqedoni, në popullatën tonë, këtë them me plot bindje, dhe normalisht kjo është ajo shtytje që shqiptarët e Maqedonisë më tepër kërkojnë ndihmë dhe zgjasin dorën në Kosovë sesa në shtetin Am. Dhe, si që thash edhe më parë, Albin Kurti gëzon një respekt dhe një autoritet të lartë të shqiptarët e Maqedonisë dhe unë mendoj se ky është njëri ndër faktorët të këtij bashkëpunimi. E kuptoj. Ndërkohë, zonja Meri, duke kthyer edhe një herë pak tek fushata, ka kaluar një vit tashmë nga zgjedhjet, keni goxha periudhë në pushtet. Çfarë nuk është bërë siç duhet, zonja Meri? Çfarë nuk ka bërë vlen siç duhet, sepse nuk mund të themi që jeni perfekt, nuk mund të themi që keni bërë të gjitha ato që çfarë keni premtuar, por nëse do veçoni diçka që nuk ka ecur siç duhet. Dhe që juve nuk ju vjen mirë që nuk ka ecur siç duhet. Normalisht kemi ngecjet tona, kemi ata pikat e dopta apo negative. Një ndër ato është edhe çështja e integrimit në Bashkimin Evropian. Është një çështje shumë delikate sidomos për popullatën maqedonase, me të cilët ne të themi ta përdorim atë fjalën që përdorte edhe shpesh zotri Ahmeti, ne bashkëndjejmë me ta. Flitet për identitetin e tyre dhe janë çështje shumë senzitive dhe shumë delikate për të cilat ne kemi mirëkuptim, po edhe ky mirëkuptim i ka kufit e vet normalisht. Një fakt që më gëzon, sepse shpesh kam marrë pjesë edhe në mbledhjet me eurodeputetët në Bruksel dhe në Strasburg dhe me delegacionin që ne shkojmë atje me deputetët nga kampi Maqedonas, pra kampi politik Maqedonas, kemi një reflektim të kësaj situate. Do me thënë, ata janë të gatshëm dhe janë të vetëdijshëm se rruga e Maqedonisë është vetëm a Bashkimi Evropian. Mirë po kërkojnë edhe ata një farë lloj garancioni se ky do të jetë kushti i fundit që ata të fillojnë bisedimet dhe dal nga dal të fillojnë procesin e hapjeve të kapitujve e kështu me radhë. Ndërkohë, duke u ndalur pak zonjë Meri tek shqiptarët, çfarë duhet bërë më shumë për komunat me shumicë shqiptare dhe vëmendje më e madhe e qeverisë, por padyshim e pjesës shqiptare të qeverisë? Ajo që çdo herë
ka qenë si dhimbje e jona, pra është decentralizimi fiskal. Do me thënë të gjitha të ardhurat publike që hynë në komunat shqiptare, përsëri delegohen në pushtetin qendror dhe prej atje delegohen përsëri në për komuna, ku ne nuk marrin hisën tonë sa e meritojmë. Do me thënë, Maqedonia deri tani, edhe ku po flasim tani, është shteti i dytë më i centralizuar pas Qipros. Fatkeqësisht, kjo është një nevojë imediate që duhet të ndodhë, pra decentralizimi fiskal, sepse nga kjo varet shumë cilësia e jetës, e standardit dhe e kushteve thelbësore të shqiptarëve që jetojnë normalisht në komunat shqiptare. Ndërkohë, duke u ndalur te zgjedhjet komunale, tani vlen le të bëjmë një parashikim ose cilat janë objektivet tuaja, sa komuna parashikon vlen të marrë në këto zgjedhje? Në këto zgjedhje vlen, normalisht do të dalë me kandidat të përbashkët, do të dalë në të gjitha komunat ku jetojnë shqiptarët dhe që kanë potencial të fitohen nga kandidatët shqiptarë. Do të ketë kandidat partijak, normalisht, po në disa qytete do të ketë edhe kandidat mbi partijak. Do të shkojmë në opsionin të zgjedhim më të mirin për qytetin përkatës. Por emra ka nisur qarkullojnë? Zoti Kasami do rikonfirmohet? Do rikonfirmohet në Tetov? Po, disa nga komunat që qarkullojnë emrat, ata veç se dihen, pra në komunën e Çajrit qarkullon emri Visaganiut, përsëri në komunën e Tetovës Bilal Kasamit, kemi në To janë thjesht emra që qarkullojnë apo janë konfirmuar që do mandatohen për një tjetër për ju? Unë mendoj se këto emra veç se do t'jenë, të themi, 99%. Okej. Dhe pra ju synoni sa komunat merrni? Ma jep një shifër. Po ne pretendojmë gjitha t'i marrim. Por ti me pak realist padyshim tani, po realist, jo. Jo, ne si koalicion vlen kemi shtrirjet tona në për zonat të ndryshme, pra, edhe deri diku i kemi parashikimet tona, mirë po përsëri nuk do të shpekuloj normalisht. Mirë po, ajo do t'jetë... Struga, po e pyesun. Komuna potenciale, dhe kemi 16 komuna potenciale shqiptare që mund të fitohen, ne pretendojmë dikun rreth 70% e tyre. Struga do merret apo jo? Struga do mirret definitivisht nga shqiptar. Prandaj pyete sepse ishte gabim më i madh që në zgjedhjet e kaluara Struga për herë të parë mos gaboi apo jo? Nuk u mor nga shqiptarët. Jo, momentalisht Struga udhëhiqet nga kuadër shqiptar. Okej, pra do merret zërisht nga shqiptarët. Okej. E njëjta situatë do të ndodhe edhe në Kërçov. Edhe në Kërçov. Po Gostivarin? Gostivarin e kemi një bastion të partive politike, do të jetë një garë interesante. Gostivari ka specifikën e saj, padyshim për shkake edhe të shumë elementet përfshirë aty në Gostivar. Por ju thonë që vlen ta marrin. Diversitetin